shpërblimin e orëve jashtë orarit për zjarr fikse. Kur do t'ua jepni dhe pse s'ua keni dhënë deri tani, zoti Shmet? Faleminderit. Jo, faleminderit, s'kam mbaruar. Ke zakon. Kur mbaroj do të them mbarova. Shërbimi zjarr fikse. Ishmet, lutem shtype. Dhe njerë, shërbimi zjarr fikës, pagesat i merë në bazë të kodit punës dhe licencionit në fuqi të pagave. Paguhet për ditë e festave, paguhet por do t'ua jepni shporët. Jo, kemi dhënë. Jo, valla, le të ditë. Zoti Orta, mos e ndërprit. Mos zonjën e pyes. Orë jashtë orarit sot ditë të Orë jashtë orarit. Dy qytetarë që i jep ligji i kanë marrë dhe po vazhdojnë t'i marrin. Nuk do t'ua jepni orët jashtë orarit. Ua kemi dhënë po zotëri. Dalën ata kur ka zjarr. Ua kemi dhënë. Ua keni dhënë. Ta dëgjojnë ata. Ua keni dhënë. Ua keni dhënë. Ta dëgjojnë ata, po e kanë marrë ata e ata, se nuk e gjykojnë. Mos ai, s'ua keni dhënë. Ti thua keni dhënë. Zoti Hoxha, të lutem më me qetësi edhe me radhë. Shiko, unë jam mësuar për nga natyrë, base nga profesioni. Bëj pyetje, dua përgjigjen e saktë, nuk më duhet artifica. Dakor, ai do t'japi përgjigjen që mendon ai, jo atë që dëshiron ti. Jo, se unë do të them mirje me shëndet, s'mund të thuash plaç, do thuash mirë kam qenë ose s'kam qenë mirë. Kjo është përgjigjja që u pres nga ty. Tani unë i them atij zotis, do t'u jepni orë tash, ai thotë i paguajmë ditët e festave. Ç'është ky muhabet? Ata ajo e jep kodi punës aty, s'u jep i Shmeti, s'u jep në një gjë që si takojnë.